Në bashkinë Dropull, gjatë këtij sezoni janë mbjellë rreth 500 hektar me mistër dhe jonç, sipërfaqe që vaditet nga rezervuarët e Pepelit, Likomilit dhe Peshkëpis, për të garantuar furnizimin me ujë të tokave bujqësore dhe për t'u ardhur në ndihmë fermerëve gjatë sezonit të vaditjes. Po punohet për përmirësimin e kanalit vaditës në fshatin Vrisera me një gjatësi prej rreth 1 kilometër. Bashkia Dropull përmirëson dhe punon për përmirësimin e infrastrukturës ujitëse. Gjatë këtij vitit neve po punojmë për ndërtimin ose rehabilitimin e kanalit vaditës në Vrisera me një gjatësi prej 1 kilometër, i cili aktualisht është në punë, në vijim. Pas përfundimit të sezonit të vaditjes, institucioni përgjegjës do të ndërhyjë për rehabilitimin e digës së rezervuarit të Pepelit, i cili është rezervuari më i madh në jug të vendit. Ndërhyrja synon rritjen e sigurisë së digës dhe përmirësimin e kapaciteteve për furnizimin me ujë të sipërfaqeve bujqësore. Mbas mbarimit të sezonit të vaditjes, do fillojë rehabilitimi i rezervuarit i digës së rezervuarit të Pepelit, që është ndër rezervuarët më të mëdhenj në jug të Shqipërisë, i përfshirë në digat e mëdha. Është përcaktuar dhe firma e cila do të bëj rehabilitimin e digës dhe të gjithë rezervuarit. Digat duhet mirë mbajtur se përndryshe paraqesin rrezik tepër të madh. Dhe e dyta është rritjen e kapacitetit të ujëmbajtjes të liqenit, për shkak sepse do të pastrohen të gjitha ato grumbullimet ndër vite. Investimet në mirëmbajtjen e rezervuarëve dhe rehabilitimin e infrastrukturës vaditëse synojnë të krijojnë kushte më të mira për zhvillimin e bujqësisë dhe rritjen e prodhimit në bashkinë Dropull.